për asnjë lek. Tani, përfundimisht, ne ballafaqohemi me këtë projekt që vërtet na kujton Lubin. Ne kemi një legjend të Lubis këtu në fshat, që na i kanë transmetuar brez pas brezi, se ka qenë një shesh i kashtë, si themi ne aty, një kënet, edhe diçka u turinte aty, edhe është Lubia na thoshin. Tani, Lubia ka ardhur ai projekti me 300 litra në sekond, që do t'i vendoset këtyre burimeve, gati gjysmën e ujit, s'po i futemi dhe llogarive 100%, gjysmën e ujit duan ta marrin ata dhe ta bëjnë zonë të ndaluar. Shiko çfarë diferencë nga një park ujor, që mund të ishte i dyti në Republikë mbas Drilonit, në një zonë të ndaluar. Unë jetoj në Tiranë, edhe shumë bashkëfaqarë të mi kudo që janë gjithë botën, kur bien miqtë e tyre këtu, ne me këtë mburremi, me këto burimet, se dojnë çik zamet që të shkosh në Tragjas vjetër, se do